Tani, çfarë ndodh në krahun tjetër këto ditë? Këto ditë ju shihni përsëri një fushat në aparencë feministe në thelb mizogeniste, sepse ai paraqitet në audiencën në punëse që i merr me detyrim në takime, paraqitet me banalitete. Merrni tani gjithë fjalorin e tij, fjalët kyçet e tij, cilat ishin në këtë fushat. Çryk, autik, knet, buf dhe natyrisht ajo që është ndarë, ajo është heroin, sipas tyre. Çka nuk janë realitete këto. Pra, ky është fjalori i tij në pamje, por në thelb është mizogenik dhe i ka rrënjët në doktrinën e Freudit. Ja u them unë ju, e cila u faktuat doktrina më reakcionare e shekullit dhe kohërat e përmbysën atë në raport me qëllimet e tij ndaj grave.